Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana për të diskutuar një temë shumë serioze dhe delikate për problemet e shëndetit mendor që shpesh në fakt diskutohet që dalin më në sipërfaqe dhe bëhen më të ndjeshme gjatë verës për shkak të temperaturave të larta. E për të diskutuar për këtë, jemi me një mikesh të programit, doktoresh, psikiatre Irena Thoma nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza. Mirë se vini në program. Përshëndetje, faleminderit profesor. Si jeni ju? Mirë. Faleminderit që gjeni kohë edhe për shqiptarët me probleme të shëndetit mendor në QSOT, por edhe për Live from Tirana për të ardhur po ashtu në ndihmë shqiptarëve. A ka vërtet doktoresh një lidhje reale mes temperaturave të larta dhe përkeqësimit të gjendjes mendore të njerëzit? Domethënë, çfarë ndodh në trurin ton me rritjen e temperaturave gjatë vapës? Po, ke të drejtë. Është gjetur në studime të shumta, është gjetur një korrelacion ndërmjet temperaturave të larta, valve të larta të nxehtit dhe çrregullimeve dhe problemeve të shëndetit mendor. Është e vërtetë që jep vapa dhe të nxehtit jep një ndryshim të madh në sistemin nervor, sepse jep një lloj disbalancimi në nivelin e neurotransmetuesve. Në përmirëqenien tonë ekzistojnë neurotransmetues në tru, siç është adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina. Këto janë disa neurotransmetues të cilët ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes emocionale dhe rregullimin e humorit. Është pikërisht ndikimi i valve të nxehtit dhe temperaturave të larta në disbalancin e këtyre neurotransmetuesve. Për shembull, në nivelin e serotoninës, ato shkaktojnë ulje të nivelit të hormoneve të serotoninës, që është një hormon ose neurotransmetues shumë i rëndësishëm për mirëqenien dhe humorin e mirë. Ndërkohë, temperaturat e larta mund të ndikojnë në një rritje të përkohshme të nivelit të dopaminës në tru dhe kjo rritje mund të shkaktojë një lloj irritabiliteti, zemërim, shpërthime impulsive të nervozizmit, një prirje për të qenë më konfliktuale dhe më grindavec në thonjza. Krahas ndryshimit nivelit të dopaminës ndodh edhe një nxitje e sistemit simpatik, i themi ne. Sistemi simpatik prodhon hormone të tilla siç është adrenalina, noradrenalina, të cilat janë të nevojshme për në disa momente, sepse është ai fenomeni lufto dhe vrapo, mirëpo shtimi i nivelit të këtyre mund të çojë në një lloj ankthi edhe gjendje agitimi edhe nervozizmi. Në përgjithësi, të nxehtit edhe temperaturat e larta ndikojnë në përkeqësimin e gjendjeve emocionale, në rritjen e depresionit dhe të anktheve në përgjithësi, shtimin e tyre, mund të ndikojë në çrregullime bipolare në persona të cilët vuajnë nga çrregullimet e humorit me dy pole, mund të shkaktojë eksacerbim të gjendjeve maniakale ose të gjendjeve depresive, po kështu në pacientët që vuajnë nga skizofrenia të vallaje të nxehtit mund të shkaktojë edhe përkeqësim të gjendjes së tyre, thellim të gjendjes së psikozës, me thellim të deluzioneve, të halucinacioneve dhe të sjelljeve të papërshtatshme ose të jo balancuara. Tani, përveç kësaj është një problem tjetër që temperaturat e larta mund të ndikojnë edhe në çrregullimet e gjumit, sepse një gjumë jo i përshtatshëm, jo i mirë mund të ndikojë të. Kisha dhe si pyetje që duke qenë se flem më pak gjatë verës për shkak të temperaturave të larta, a ndikon kjo dhe a sjell pasoja në problemet e shëndetit mendor? Pa diskutim, gjumi është shumë i rëndësishëm. Një gjumë i mirë sjell edhe një humor të mirë në ditën e nesërme, një përqendrim më të mirë, një aftësi të lartë për të toleruar dhe për të përshtatur në aktivitetet ditore. Një gjumë që prishet për shkak të temperaturave të larta dhe të nxehtit, një gjumë jo i rehatshëm, bën që të nesërme edhe humori të jetë jo i ekuilibruar. Një tjetër problem që ekziston tek pacientët të cilët vuajnë nga probleme të shëndetit mendor është se ata nevojitet të marrin barna psikotrope, i themi ne, dhe kryesisht antipsikotik. Antipsikotikët janë disa medikamente të cilat përdoren për të luftuar psikozën dhe për të përmirësuar gjendjen emocionale. Mirë po, krahas këtij efekti pozitiv që jep tek sëmundja, ndonjëherë mund të shkaktojnë një ulje të aktivitetit të sistemit të termoregulacionit. Do të thonë, këta pacientë të cilët marrin këto barna mund të qellojë që aftësinë termoregulluese të organizmit ta kenë të dëmtuar, dhe ata për shkak të temperaturave të larta të kenë këto një risk të lartë për hipertermi, për rritjen e temperaturave të trupit. Prandaj është shumë e nevojshme që neve të këshillojmë se sa e rëndësishme është që këta persona, sidomos personat që janë vulnerabël, të moshuarit, fëmijët,
që kanë një lloj vulnerabiliteti. Kush janë grup moshat më të prekura direkt nga temperaturat e larta gjatë verës? Unë mendoj që nuk ka lidhje me grup moshat, ka lidhje me aktivitetin ditor që kanë personat. Për shembull, njerëzit të cilët punojnë në ambiente jashtë, në ambiente në diell të fortë, ata duhet bën pa diskutim që duhet bëjnë shumë kujdes në lidhje me ruajtjen dhe mbrojtjen nga temperaturat e larta dhe vapa ekstreme është e rrezikshme vetëm për personat që kanë çrregullime të shëndetit mendor, qofshin këto në nivele të ulta apo në nivele të larta, apo janë të rrezikshme për çdo tjetër? A janë të rrezikshme për të gjithë? Janë për të gjithë. Pa diskutim që janë për të gjithë, sepse temperaturat e larta shkaktojnë edhe dehidrimin, ose uljen e lëngjeve të nevojshme në organizëm, dhe bashkë me dehidrimin vjen edhe çekuilibri i elektrolitëve, siç është elektrolitet kaliumi, natriumi, magneziumi, që janë elektrolitë shumë të nevojshëm për mirëqenien dhe mirë funksionimin e qelizës nervore. Thënë kjo, si duhet të kujdesemi gjatë verës më shumë për shëndetin tonë mendor, por edhe të njerëzve vërdall rreth nesh, për të kaluar më pas tek shenjat dhe sinjalet që mund të identifikojmë një familjar apo një shok, një shoqe që vapa nuk po i bën mirë, thonë në gjuhën popullore. Domethënë ajo që do këshilloja unë për të gjithë personat, edhe sidomos për ata që janë vulnerabël, fëmijët, të moshuarit, persona me probleme të shëndetit mendor, persona të cilët punojnë e kanë punën e tyre jashtë në hapësirë, ku janë të detyruar të qëndrojnë në rrezet e forta të diellit, që kryesisht janë punëtorët e ndërtimit, ato që punojnë në autostrada, në mirëmbajtjen e tyre apo në fshatra. Për orë të tëra që janë për orë të tëra në diell, të përpiqen që është e rëndësishme të qëndrojnë në hije, në vende të mbajnë kapele, të qëndrojnë më shumë në hije, të mbajnë kapele, të rehidrohen, pra duhet të përdorin shumë ujë, shumë lëngje përgjatë ditës dhe të ushqehen në mënyrë të shëndetshme me fruta, perime, zarzabate që janë ushqimet të mos abuzojnë me ushqimin dhe të përpiqen të flojnë mirë natën në ambiente të cilat janë të freskëta edhe. Kush mund të janë vitaminat që përpos atyre që mund të gjejmë në ushqime, ju i konsideroni pacientëve ti marrin në farmaci gjatë verës që ndihmojnë në për gjatë verës unë do këshilloja magneziumin, është shumë i rëndësishëm, vitaminat e kompleksit B, të cilat janë elemente të nevojshme për mirë funksionimin e qelizës nervore. Këto domethënë janë përveç kompleksit të madh vitaminave, po ushqyerja. Ushqyerja është shumë e rëndësishme sepse aty ndodhen edhe ushqyerja e shëndetshme me lëndë organike, me fruta, perime, zarzabate dhe sa më shumë produkte të lëngshme. Si mund të identifikojmë një të afërm që të kuptojmë që vapa dhe temperaturat e larta nuk janë duke i bërë mirë në shëndetin e tij mendor? Dhe çfarë ndihmë duhet i ofrojmë pa e vendosur atë, pa i ulur dinjitetin dhe pa e bërë të ndihet i ofenduar, se duhet marrë parasysh dhe këto. Jo, pa diskutim, nuk është e thonë që të diskutojmë dhe të flasim shumë, që ti ke probleme, ti nuk je në rregull, po thjesht të shikojmë shkakun e situatës, të përjashtojmë shkakun, të eliminojmë shkakun dhe të japim në një farë mënyre ndihmën, pa folur rreth problematikës që ne konstatojmë. Më fal, se kjo është e rëndësishme, duke qenë se gjatë verës shtohen lajme të kronikës së zezë, sherrë në rrugë, vrasje për motive banale, po flas gjithmonë dhe është e rëndësishme të kuptojmë sinjalet, flamurin e kuq të njerëzve vërdall në komunitetin ku jetojmë për të shmangur përplasjen dhe përballjen me to. Po, është e vërtet. Si mund të kuptojmë? Është pikërisht kjo që thamë, temperaturat e larta dhe valet e nxehta pa diskutim japin këto ndryshime në sistemin nervor. Dhe këta persona janë të predispozuar për të bërë këtë, domethënë shpërthimet e nervozizmit, irritabilitetin, stresin për shkak të këtyre ndryshimeve mekanizme që unë shpjegova më lart. Persona të cilët janë në ndikimin e këtyre temperaturave të larta janë kanë probleme me gjumin, kanë probleme me humorin, vjen re që janë më nervoz, më disforik, kanë një tolerancë të ulët ndaj ndaj konfliktit, në një farë mënyrë bëhen shumë shpejt, kanë një ngacmëshmëri të shtuar për gjëra të vogla të parëndësishme, nervozohen, irritohen, konfliktojnë, debatojnë, janë gjithkohë në alert. Domethënë këto janë shenja të cilat ne vëmë re një ndryshim në sjelljen e njeriu ton të afërm, i cili ditë pas dite shfaq të tilla simptoma. Dhe në këtë rast duhet kuptuar kush është shkaku dhe duhet të eliminohet, domethënë ngacmuesi. Qartë. Mund të themi dhe është e vërtet kjo teoria që zakonisht përdoret në përditshmëri që vapa realisht pra i nxjerr në sipërfaqe problemet e shëndetit mendor, por dhe i shton ato tek personat që nuk kanë probleme të shëndetit mendor. Po, është e vërtet.
domethënë persona të cilët kanë gjatë probleme të shëndetit mendor, vapa mund t'i eksacerbojë, mund t'i nxjerrë në sipërfaqe. Kurse edhe persona të tjerë të cilët nuk kanë probleme të shëndetit mendor janë më të riskuar, më të rrezikuar për të shfaqur probleme, pa diskutim. Shiko, çfarë do lloj problematike, çfarë do lloj stresi ndikon në sistemin nervor dhe mund të rrisë riskun për probleme të shëndetit mendor. Nuk jemi të imunizuar. Askush nuk është imunizuar. Të gjithë në momente të caktuar nga faktor të jashtëm ose të brendshëm mund të prekemi nga probleme të shëndetit mendor. Kemi statistika në QSU-t aty ku ju punoni me dinjitet se sa mund të jenë shtuar problemet e shëndetit mendor tani që vapa ka filluar dhe ka filluar pak herët të vit në fakt, që prej fillimit të qershorit temperaturat kanë qenë ekstremisht të larta. Europa momentalisht është duke u përballur me një val të nxehtë. Në Francë po lexoja që qeveria aty ofronte piscina publike falas për të freskuar qytetarët. Është vërtet. Ka një rritje të numrit të personave me probleme të shëndetit mendor në QSU aktualisht. Ne gjithmonë domethënë kemi periudha të saktuara që kemi një numër më të shtuar të pacientëve të cilët vinë dhe kërkojnë ndihmë psikiatrike. Normalisht që unë të flas duhet që të mbështetem në regjistrat edhe vlerësimet që neve bëjmë atje. Nëse unë do kisha përballë regjistrin e konsultave që janë bërë për gjatë muajit qershor krahasimisht me muajin qershor të vitit tjetër, do të mund të ktheja që ka më shumë, kemi pasur më shumë raste. Po pa diskutim që në atë optikën edhe në këndvështrimin tonë edhe atë perceptimin që kemi pasur për gjatë muajit qershor, pa diskutim që ka pasur rritje të numrit të pacientëve të cilët kërkojnë. Pacientët e këtu vinë me vullnetin e tyre apo me vullnetin e familjarëve kryesisht? Një pjesë e pacientëve vinë me vullnetin e tyre, kryesisht pacientë të cilët vojnë nga neuroza dhe nga çrregullimet e ankthit, kurse pacientët të cilët janë në forma më të rënda të sëmundjeve mendore, që janë format e psikozave që i themi ne, ata kanë një problem sepse kanë të dëmtuar atë që ne i themi kritikën për situatën e tyre. Pra ata nuk e kuptojnë nevojën për të mjekuar, nuk e kuptojnë që perceptimet, mendimet, vuajtjet që ata ndjejnë, ndjesit, emocionet janë pjesë e një çrregullimi psikiatrik dhe për të cilin ka nevojë të ketë një trajtim edhe një ndjekje të rregullt psikiatrike. Dhe në këtë rast, duke qenë se ata nuk e kanë këtë lloj insighti ose këtë lloj vlerësimi për situatën e tyre, një pjesë e mirë e tyre vjen me ndihmën me kërkesën e familjarëve, të cilët referojnë problematikat që ka prezantuar pacienti në kohët e fundit në shtëpi ose në vendin e punës. Dhe pasi bëhet një vlerësim dhe një intervistim i thellë rreth gjendjes, gjykohet nëse kemi me të vërtetë probleme shëndeti mendor dhe jepet ndihma psikiatrike. Qartë, mirë, mua më vjen mirë e para njëherë që flasim, e flitet çdo ditë më shumë për probleme të shëndetit mendor dhe duhet të thonë që të kesh probleme të shëndetit mendor nuk është absolutisht fundi botës dhe kryesisht në pjesën më të madhe fatmirësisht ka zgjidhje, e sidomos kur kapen e kohë. Shkojmë në reklama dhe rikthehemi pas pak për të bërë disa pyetje të tjera interesante dhe të vlefshme. Rikthehemi sërish në program, jemi duke diskutuar me doktor Shirena Thoma nga QSU, psikiatre, për problemet e shëndetit mendor, të cilat bëhen më prezente dhe më problematike e të ndjeshme gjatë sezonit veror për shkak të temperaturave të larta, ku ju e thatë që shkencërisht është vërtetuar që temperaturat e larta të ndikojnë jo pozitivisht në shëndetin ton mendor, si tek personat që kanë probleme prezente gjatë periudhës tjetër të vitit, apo ato që nuk kanë probleme, gjithashtu janë të riskuar, ndaj është rëndësishme që të pini shumë ujë, të qëndroni në hije, të qëndroni në ambiente të freskëta, të ushqeni mirë, të merrni elektrolite si magnez e të gjitha vitaminat që doktoresha tha pak më parë. Pra, është rëndësishme shumë të kujdeseni për veten. Keni apo jo probleme të shëndetit mendor, sepse e ritheksoj nga çfarë ju thatë, jemi të gjithë të riskuar. Doktoresha, sa ndikon izolimi social gjatë pushimeve që tek njerëzit që ndihen vetëm për shkak të pamundësive ekonomike, fillon ky krahasimi, nuk kanë lek për të shkuar me pushime në jug apo jashtë Shqipërisë, rinë të izoluar, është ditë e gjatë, është vap, nuk janë humor të mirë dhe mbi të gjitha pastaj futen dhe shohin në Instagram një jetë të reklamuar bukur. Sa ndikon? Është vërtet. Pa diskutim që temperaturat e larta i kufizojnë njerëzit që të dalin lirshëm, të lëvizin përgjatë ditës, të kenë mundësi të dalin në ambiente të hapura dhe detyrimisht përpiqen që të shmangen vapës edhe temperaturave, të shmangen duke u izoluar brenda në banesë. Jo të gjithë kanë ato mundësitë e tyre që të mund të lëvizin, të shkojnë në Bregdet apo në vende malore, ku
ku është vendi me ajër të pastër edhe të freskët dhe detyrimisht të qëndruarit në shtëpi dhe mungesa e komunikimit, e marrëdhënieve sociale, izolimi, mbyllja nuk diskutohet që ndikon në gjendjen emocionale. Si shumë faktorë të tjerë, edhe mbyllja dhe izolimi është një pjesë, një faktor tjetër, shtesë për rritjen e rrezikut të riskut për rënjen edhe gjendjes emocionale dhe shfaqjen e anktheve, mendimeve negative, pesimistike, humorit jo të mirë, edhe atyre ngarkesave emocionale që mund të ndikojnë pastaj edhe në humorin dhe në prishjen e gjumit. Por kështu edhe persona të cilët rinë në banesë, që izolohen, mund të përpiqen që të lidhen me ambientin e jashtëm nëpërmjet rrjeteve sociale dhe pa diskutim që kontakti dhe ato çfarë ata vëzhgojnë në rrjetet sociale bën që të ketë një mospërputhje ndërmjet jetës që bëjnë dhe jetës që shohin. Bëjnë dhe asaj që shohin dhe mua më vjen shumë mirë që shpesh edhe diskutohet që jo gjithmonë ajo që shihet në rrjetet sociale, këtë i keni mësuar edhe juve nëpërmjet emisioneve tuaja, që nuk është gjithmonë ajo që shikojnë në rrjetet sociale ajo që është në realitet dhe në përditshmëri. Për të bërë të qartë dhe për të kuptuar që nuk është gjithçka ashtu siç duket. Qartë. Ndërkohë, me sezonin e verës, me ardhen e verës, për këtë flasin dhe studime nga revista prestigjioze ndërkombëtare, njerëzit kanë tendencën të ndahen. Të ndahen nga lidhjet romantike. E sigurisht jo të gjithë e përjetojnë mirë, edhe kjo mund të sjellë mendime pesimiste, mund të sjellë ankth, mund të sjellë këtë izolimi social. Çfarë do i këshillonit ju të gjithë të rinjve që ndahen nga partnerët e tyre gjatë verës për të mos shkuar tek problemet e shëndetit mendor, për shkak se jemi në temperatura shumë të larta? Në përgjithësi periudha e pranverës për gjithë to shkaqe që tham më sipër, për këtë ndikim që bën në sistemin nervor, për këtë rritje të nervozizmit, të irritabilitetit, të disforisë, të zemërimit, të labilitetit emocional që mund të shkaktohet nga këto ndryshime neurokimike që unë thash nga ndikimi të nxehtit, mund të bëjë shkak për rritje të tendencës për konfliktualitet. Dhe ndoshta këto konflikte që mund të ndodhin për shkak të kësaj situate mund të shpeshtohen edhe të merren vendime dhe mendime që ndonjëherë mund të jenë të nxituara, sepse mund të jenë thjesht pasojë e kësaj situatës emocionale që mund të jetë për shembull për gjatë verës. Normal që më të këshilloja nuk mund të marrësh në një moment zemërimi dhe irritabiliteti të marrësh vendime për divorc. Ato duhen ose për ndarje. Ato duhen marrë në një moment qetësie dhe duhen gjykuar dhe arsyetuar në një mendje të kthjellët edhe të qetë. Por siç ndodh për gjatë verës që ndodhin divorcet në periudhën e pranverës ku njerëzit janë me humor të mirë, energjik, të freskët e të tjera ndodhin kemi të qartë që edhe lidhjet, marrëdhëniet, domethënë përmirësohen edhe shtohen për gjatë periudhës. Prandaj do thosha që gjatë verës dhe në periudhë kur jemi me humor jo të mirë, nuk është momenti i dur për të marrë dhe vendime për konflikte dhe për divorc. Për ndarje përfundimtare. Mirë, do kërresh një apel të fundit dëgjuesve të Top Radio? Unë do t'i thosha që është shumë e rëndësishme që në periudhën e temperaturave të larta dhe të verës nxehtë të ushqehen mirë, të hidrohen, të qëndrojnë në vende të freskëta dhe në hije vazhdimisht dhe kujdes sidomos personave vulnerabël siç janë të moshuarit, fëmijët dhe persona me probleme të shëndetit mendor. Persona me probleme të shëndetit mendor duhet të marrin kontakt me specialist psikiatër që të mund të të rivlerësojnë dozat e medikamenteve. Edhe një pyetje të fundit, edhe nuk do të mbaj më gjatë. Më ndodh shpesh që gjatë drekës, un kam fatin e mirë, shoqërizotit e mbyll punën herët, të hedh syt në balkonin e kompleksit ku jetoj dhe shoh kafet të mbushura me njerëz që rrinë edhe shumë pranë diellit, jo në ambiente të freskëta për shkak se pinë cigare. Pyetja ime është çfarë dreqin kërkojnë në orën 2 apo 3 të drekës? Të pi një kafe në mes të vapës dhe mbi të gjitha prindër të papërgjegjshëm që i nxjerrin fëmijët e tyre në mes të vapës për të luajtur poshtë pallatit. A është normale?
Jo, se nuk është se kanë punë. Normale. Okej, unë mirë kuptoj dikë që ka punë, pra një polic trafiku apo atë shoferin e autobusit. Në një mënyrë është i detyruar. Është i detyruar për të mbijetuar, por këto prindër që i nxjerrin fëmijët e tyre në mes të vapës për të luajtur dhe këto të rinj, nuk ka një orar tjetër për të pirë një kafe? Mendoj që duhet të konsiderohet gjithë ky diskutim që neve bëm, që duhet me patjetër, sidomos fëmijëve që janë persona vulnerabël, duhet të jenë në ambiente me hije, në ambiente të freskëta dhe të ushqehen mirë. Ose të dalin pas ditë vonë. Të dalin pas ditë vonë dhe të çohen herët në mëngjes për të bërë këto. Dhe në periudhën e pikut të vapës duhet ta shmangin kontaktin me diellin dhe me vapën. Kurse për sa i përket personave të cilët rrinë nëpër lokale në këto pika, kam përshtypjen që edhe lokalet kanë marrë masaj, mendoj që ambientet ku rrinë klientët e tyre të jenë në një farë mënyrë të freskëta, po duke përdorur. Por të shkuar në shtëpi pastaj të duhet një disa minutë ku kontakti me diellin është mërësisht të rrezikshëm. Është shumë i fortë. Pra duhet shmanget piku i vapës dhe i temperaturave të larta. Qartë, doktoresh, unë të falenderoj që jeni gjithmonë kaq pozitive dhe profesioniste dhe gjeni kohë për të ndarë këshilla në programin tonë. Të uroj një ditë të bukur në vazhdim edhe punë të lehtë gjatë verës. Faleminderit. Shkojmë në muzikë të mirë.